është një moment shumë i shenjtë në sofrën e Dukagjinit, sepse në publikun e sofrës kemi një të ftuar shumë të veçantë. Është një prift i cili është nga Dukagjini, nga shoshi, dhe shërbimin e tij e ka në Itali. Dhe unë jam shumë e lumtur ta dëshmoj këtë moment, sepse pas Zotin nuk jemi asgjë dhe pas Zotin vërtet që nuk bëjmë asgjë. Dom Anton Kodrari, për ne nuk është e emër i panjohur, vjen nga molla e shoshit dhe nëse dëshiron do të ishte në nderin e sofrës Dukagjinit një fjalë përshëndetje. Qoftë duke ishti, mbrëmja miru qoftë të kanëvet, mirë se nga ka bashkë më zotin sofrë Dukagjinit, edhe ashtë knasia dhe emocioni malë për mu si djallë Dukagjinit, me full, tash po baj batut, kur flet fratin kish do të me majtë se cifi, e do të pak heshtje. Nuk e në kish, po e në fest, edhe jam shumë i gëzu për me bashkëndo këtë dorët me ju, sepse e një pjesa momo dhe Dukazinas, si mon prej shoshit e prej shalet e prej kultit e prej toplanet e prej zonave tjera, edhe me kujtuet, por edhe me pjesën tjetër që janë të tëftum, që janë prej pjesë tjetër Shqipnis, me kujtuet një fjoll, Pate Daniel Gjeshaj, thote Pate Danieli, deri sot djelë të Dukazinit, të arrujnë ferë, besën edhe burnin, kanë mu përmenin tokë, edhe kanë me lumënon në qilë. Edhe gjithmonë Dukazini, djelë e qika dhe Dukazini, gjithmonë djelë e qika dhe Dukazinit, gëzoshin këtë tokë, e lumënoshin gjithmonë në qilë. Qofshi bekua, qoftë beku fjala jote, urrit pushtetja jote, ishte një krenari për sofrën e Dukagjinit, ky bekim dhe kjo fjalë e Dom Anton Kodrarit. Faleminderit.